Që nga hëna ka filluar manifestimi për vjetorit të lindjes së pejgamberit në nivel të përgjithshëm në mbar vendin dhe më gjerë. Lindja e pejgamberit shënon një nga datat më të rëndësishme në botën islame, por edhe të gjithë njerëzimit. Tashmë, për nder të përvjetorit të lindjes së pejgamberit kanë filluar me aktivitete këshillat e Bashkisë Islame sikurse në Prishtinë, Prizren, Malishev e Bujanovc dhe të vazhdojnë edhe në ditën e vijim gjithandej vendit. Në vigjilet e natës së Mevludit, kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Miftiu Naim Tërnava, ka uruar gjithë besimtarët musliman për këtë datë të rëndësishme. Ai ka quajtur dhuratën më të çmuar që krijuesi ka dhënë njerëzimit. Lindja e pejgamberit ton të dashur është ngjarja më madhështore që ka ndikuar në ndryshimin e rrjedhave të historisë njerëzore. Ai nxorri njerëzimin nga errësira e ignorancës në dritën e besimit përmes adhurimit të krijuesit të vërtetë. Përmes shënimit të kësaj ngjarje madhështore, besimtarët musliman anëkën globit shprehin respektin e dashurinë për pejgamberin. Në këtë rast i bëj thirrje të gjithë besimtarëve musliman që t'i përmbahen moralit të Muhamedit a.s. t'i vëjmë në zbatim mësimet e tij, ta ndjekim traditën dhe të frymëzohemi nga jeta e tij, ka shkruar Miftiu Tërnava në urimin e tij. Në anën tjetër, me këndim të Kuranit, selavate dhe ligjërata për pejgamberin, është shënuar kjo datë në vende të ndryshme. Është pejgamberi a.s. ku Allahu ka thënë në Kur'an se ju o musliman, ju o besimtar, ju o njerëz në përgjithësi, e keni shembullin më të mirë në jetën e pejgamberit a.s. Se në jetën e tij, në biografinë e tij, e gjen vetin secili prej nesh. Askush nuk ka mujtë të tëtë edhe kur i ka ardhur shpallja që me thonë që filani kë ke po kështu, mirë po i madhi Zot e kishte rujtur të qenë edhe në rinin e tina, kur kishte qenë çak edhe bari i deri. Kryeimami i Bashkisë Islame të Kosovës, Vedat Saite, në manifestimin e Bojanoc, ftoi imamët dhe besimtarët që të kontribuojnë bashkërisht në ringritjen e vetdijes dhe dashurisë ndaj pejgamberit ton, duke filluar shpjegimin e jetës së tij që nga mësim besimi në mektebe deri tek mësimi i jetës së tij nëpër xhamit, medreset e fakultetet tona, nga se muslimanët, sikurse edhe mbar njerëzimi, si asnjëherë më parë, ka nevojë ta njohë pejgamberin a.s. e t'i jetësoj mësimet e tij gjatë jetës në këtë botë.